Haxhio është po e kërkoj një figurë ma të pranueshme, ma konsensuale, cila ka qenë përfitimi i partive të cilat kanë qenë në opozit me zotrin Konjufcat që ka qenë sekretari i kuvendit. Ai ka qenë konsensual, ka qenë praktik. Neve na duhet një kryetar i cili i zbaton procedurat, e zbaton rregulloren e kuvendit. Çka ka qenë përfitimi i tyre? Ata deklarojnë, thotë, kur ta vijë radha neve, na do e propozojmë tonin, por nuk gjen radha asnjëherë se akt vendimin e gjykatës kushtetuese e kiçi gjithmonë i takon propozimi partisë fituese. Është dashur me mendu këtë punë kur është nxjerrë akt vendim i gjykatës kushtetuese në atë kohë, e që tek nez zakonisht historikisht nxjerrën vendime për momentin e caktuar me i konvenu palës caktuame. Mirë po harrojnë që ai vendim po mbetet në fuqi edhe pasoja domjen e të asajna sot na po i vujmë realisht. Po, shkodrana dhe një pyetje të fundit që paras me kalu edhe tek pyetjet e fundit që për seancën e nesërme. Si eshe tek këtë çështën çfarë pritet nga seanca e nesërme? Cili është epilogu? Do të ketë epilog çështja për parlamentarit? Unë shpresoj që do të